Dy persona kanë përfunduar në pranga në kuadër të operacionit ekotoksik pas ekzekutimit të masës së sigurisë, arrest me burg, të caktuar nga gjykata e Durrësit. Në pranga janë vënë shtetësit me iniciale YK 39 vjeç me kombësi turke dhe shtetësi ASH 48 vjeç banues të Tiranë. Ata akuzohen për një sër veprash penale që lidhen me menaxhimin dhe transportimin e mbetjeve, kontrabandën me mallra të ndaluara, falsifikimin e dokumenteve, si dhe pastrimin e produkteve të veprës penale. Policia në njoftimin e saj ka bërë me dije se specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare ekzekutuan masën e sigurisë arrest me burg për shtetësin me iniciale YK 39 vjeç me kombësi turke dhe ASH 48 vjeç banues në Tiranë. Masa e caktuar nga gjykata e Durrësit në kuadër të operacionit ekotoksik për veprën penale, menaxhimi i mbetjeve dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtari tjetër kriminale, për shtetasin YK dhe për veprat penale kontraband me mallra të ndaluara ose të kufizuara, transportimi i mbetjeve, falsifikimi i dokumenteve dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale për shtetasin me iniciale ASH.